Jeta trilionere e princit saudit Muhammad bin Salman dhe sekretet e errta. Përgatituni për një eksplorim të thellë në botën e jashtëzakonshme të princit të kurorës së Arabisë Saudite, Muhammad bin Salman, një lider që nuk mendon vetëm për te kufive të zakonshëm. Ai përcakton ato tërësisht, në një vizion që shtrihet shumë përtej horizontit. Princi i kurorës nuk është thjesht duke formësuar një të ardhme për Arabinë Saudite, ai po krijon një trashëgimi. Vizioni i tij ambicioz 2030 është një masterplan i krijuar për ta çuar mbretërinë në një epokë të re e zhvillimi, inovacioni dhe ndikimi global. Por sado mbresëlënëse të jenë në nismat e tij strategjike, nuk mund të mos pyesin veten, si zgjedh një princ me pasuri dhe fuqi kaq të madhe të shijojë pasurinë e tij personale? Përgjigja, siç mund ta prisni, nuk është asgjë më pak se në mënyrë spektakolare. Në botën e rrallë të luksit elitar, preferencat e Muhammad bin Salmanit janë një dëshmi e statusit të tij të pashembullt. Blerjet e Muhammad bin Salmanit shtrihen shumë përtej luksit vetjak. Portofoli i tij përfshin prona të pallatit që janë mishërimi i madhështisë, secila prej tyre projektuar me pikmëri për të pasqyruar statusin e tij si një lider global. Këto janë gjërat më absurde dhe shtrenjta që zotëron Muhammad bin Salman. Le të zhytemi. Jahti Pegasus 8. I pari